Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Gjon Tuçaj, sekretari i shtetit për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate. Përshëndetje zoti Gjon. Përshëndetje e mirë dita. Zoti sekretar, dia u mblodh urgjent qeveria teknike. Çfarë mund të na thoni? Ne u mblome urgjentisht, sa u mblome dhe ishim edhe ne për Evropë, për pikën më kryesore për shtetin shqiptar. Se shteti është një pikë shumë dobët, është një pikë shumë me probleme, po del shumë e vërteta e gabume. Jo se nuk e kanë ditë. Por, erdhë një moment që këta po bëjnë mënyrën mosh njerëzore. Parlamenti sillet poshtë sipër. Dulen tana zjanat, tana ato mikrobe që këta i kanë mlua këto muaj, këto ditë, këto vjetë. Jo se nuk e kanë ditë gjithmonë. Se fati jonë jena kanë gjithmonë veshgëm. Por sot një moment që kritik që ne do t'i dalim balë, se këta mundet me nëllë një nëllë të shtatë. E këta nuk. Kjo nuk në dole, nuk do t'a tolerojmë. Nuk ka shanse. Nuk kemi shqiptar me hum. Nuk kemi shqiptare me hum. Ne do t'i mlidhim shqiptarët e shqiptare. Ne nuk do t'i bajmë njerëzit mu me menë në orën 7 darkës. Njerëzit do qarkullojnë, do punojnë, do jetojnë, do dalin edhe për qef, se pse jo janë rini. Tu do t'kenë shtetë. Po jo me këto probleme që janë tu si këto momentet e funit. Njerëzit kanë frikë. Kanë frikë me në afru edhe ne. Po s'ka në ola si herë, more. Po këte e rritën. Sikur se, këta nuk e kanë ma situatë të ndorë. Po e kuptën gjithkush. Nuk kanë miratimin e kurkujna. Edhe këta në momente janë të ban, të në to levat e veta. Por e kanë shumë kohë në shkurte. Ne jena në mikë syrje, edhe në momente shumë shpejta, këtyne do të stakojt spina. Ka që kishon? Këtyne do të stakojt spina. Populli shqiptar vlen e populli shqiptar aftën tokë vet, edhe populli shqiptar do jetoj. Po jo me këta përpara. U ka ardhë dita, koha, orari, momenti i fundit. Zoti sekretar, Shqipëria ka pas shumë probleme gjatë 35 viteve. Ambasadat janë bërë se kësër nuk i ndihmojnë për të marrë një dokument. Çfarë do të bëni ju me ambasadat? Pyetje shumë e bukur, pyetje shumë e mirë, ata që kanë bujë shpirt nishon, e si jonë është të populli shqiptar. Ne me ambasadat, ne pikën e parë, atë moment, atë qast që ne presim, që nuk është gjatë, do t'jetë shumë e thjeshtë. Qeveria teknike sot, që nesër do t'jenë qeveria aktuale, e përgjithmonë të paktën, dhe në atë moment që do të shkojmë votim, do t'jenë një sistem i drejt, i pastër edhe me dignitet. Ambasadat që janë kanë të përzgjedhur nga shteti shqiptar, në përbot, ata janë kanë thjesht personat që janë kanë komod këtyne. Këta persona në kanë ullë dhe dignitetin, në kanë ullë dhe moralin. Ta nuk janë kanë ambasador me na zgjidh problemet, hallet tona, se na me halle ikme, me halle na larguan. Por, kanë këshyrë gjepat e vetë, prioritetin e vetë, edhe familjet e veta. Ambasador do t'jenë njerëz përzgjidhun, njerëz vizionar, njerëz që i dalin zot kësaj tokë, këti kombë e këti popull shumë të vujtun. Parama do t'jenë ata persona që do t'na rrisin vleren popullit shqiptar. Se meriton se populli shqiptar, shqiptarët janë zgjum, janë të meqëm, janë vizionar. Ne, e thëmë me plot binje, me plot forcë, që ne arritme një periudhë shumë të shkurtën, të hapim kanalet tona, të vazhdojmë jetën tanë, të krijojmë biznese, të krijojmë punë, të punësojmë njerëz të huaj. Në shtetin ku jetoj unë punësoj 7-8 lloj etnish, se unë nuk e them raca, etni. Shtetet huaja që punojnë për mua. Është mëkati i Zotit që unë me pas një problem, nuk di se ku me shkua. A me shku në ambasadë italiane, a me shku në ambasadë shqiptare.
Unë të vërtet i kam 2 pasaporta. Por mu më vjen keq se unë jam shqiptar. Me shkua te ambasada italiane. Unë jam këto sot në Tiranë, kam një problem, kam një hath. Unë nuk di ku me shkua. Jam më vjen keq me e thonë këtë fjalë, por gjinem ma shpejt, ma në kohë duhun, një zhvillim problemit ose hallit, si për mua, si për familjen, si për fëmijën e mi, me shku të ambasada italiane. Se kam drejtën teme, se sa me shku të ambasada shqiptare. Se më thonë, hajde nesër. Ambasada do t'jenë gjithmonë hapun për popullin 24 orë. Se halli nuk dvet, halli nuk programohet. Halli vjen e në atë moment të zhvillohet. Zoti sekretar, a jeni në dieni se ambasadat e huaja në Tiranë janë të përkëdhelura dhe dalin në televizionin si guvernor? Zoti sekretar, çfarë ilaçi do përdorni ju për të shëruar këtë plagën e 35 viteve? Kjo është pyetje fantastike, kjo është pyetje me dhënë, kjo është pyetje që tash 35 vjet ne i shohim, ne i dim, e me gjitha këto vitet e fundit, ose shkurt ma mirë, të 7-8 mujt e fundit. Këta ambasador ka nxjerrë ku me luajt. Kjo tokë, fatkeqësisht, pa 2 fatkeqësi. Një që ikme ne, se këtu duhej, o me ike me ulshua, ose mu bon si këta. E na zgjoll me ik. Por, sot, jena dvetdishëm, se jena në rrugë duhun, që ne do të zhvillojmë projektin tonë. Pa drejt këthemit. Në 4 pikpamje, që janë kryesorët. Pikpamja parë, shteti do t'jenë shtet. Ambasada do t'jenë ambasadë. Por ama kjo ambasadë ka rregullin shtetëror shqiptar, se është në territorin shqiptar. Edhe pse ai është shteti i tina, është në atë strukturë, por jashtë strukturët nuk ka shanse. Ka një protokoll që do respektohet. Ai do të kenë konferim direkt me shtetin shqiptar. Jo të shkojnë e të bredhin televizionesh. Jo të shkojnë e të bredhin në restorante që të banë kontrata. Fititse o non fititse per fitime të shtetit tina ose të gjepat tina. Ka noll, por nuk do të nollin ma. Se na njerëz, një shtet që është gati të shkojnë të zyrat e tina, persona vizionar, persona shumë të vujtun, persona advetar e persona që i vinë nga familjet ma të mirat, ma bujaret, ma fisnike, shqiptare. Këto, i here për gjithmonë, do të komandojnë shqiptarët. Ambasador do të bëjnë ambasadë, ador. Shteti shqiptar do të funksionojnë shteti shqiptar. Ata janë mes, edhe pse populli shqiptar është shumë bujar, është shumë mikpris me të ujtë, por amana do t'i kallëzojnë venin. Erdhi koha që populli shqiptar me i kallëzu venin mikut. Kjo është karika jote, e nga kjo karikë ti nuk do të lëvizish në karika tjera. Këta kallon shteti, ose ktheja tje ka ke ardhë. Do të përfunojnë një here për gjithmonë që ambasadorët do të vinë këto me ban ata që ka duan. Ata, jo, ata do të vinë këto, do të bashkëpunojnë me ne. E pikën mbi i do t'ja vënë shteti shqiptar. Jo më ambasadorët. Zoti sekretar, a keni ndonjë mesazh për bashkëdhëtarët tanë? Faleminderit se kjo është pyetje shumë e bukur, ma të njëjtën kohë, po lypi pa ka shumë mos me egzagjerua çështje kohet. Ne jemi një popull i vujtun, por ka ardhur momenti për me i dalë zot kësaj tokë, ne si shpresa e kombit i kena dalë zot. U bajnë thirrje djemve edhe vajzave shqiptare. Mami i gjitha u bajnë thirrje djemve vajzave që janë linë e rritën mërgim. Njerëz vizionar e njerëz me shkollë. Ti bashkohen kësaj forcë, kësaj partiji, kësaj komësi që është toka jonë, janë themelet tona. Në qoftë në nëse nuk jena të zot, me i dalë zot kësaj tokë, kush ka me na drejtua edhe kush ka me na mësu me ecë për paran. Themelet tona janë tonë, toka ma e vjetër e Evropës, gjuha ma e vjetër e Evropës, gjuha latine i ka rrajt me gjuhën ilire, është mkati i Zotit me harrua. Na kanë shkel e na kanë perdonua bol majtas e djaftas. Koj shqiptarë, por erdh koha mu kallëzu kufinin. Ata që na kanë marë, ne do t'ja u marrim. Është veç çështje kohe.
Shqipnia me kufi natyror, ka marrë fund, është veç çështje diç. Ne nuk duam të ndodhin problemet që kanë kaluar të kaluara. Ne i duam shqiptar gjallë, nuk i duam shqiptar dekun. Edhe sot kam marrë veç që i banë disa mitingje, nuk du me hima thellë. Por, ne jemi shqiptar. Ku do në toka tjere qene, ne jemi shqiptar. Ne jemi të bashkum. Po ne probleme nuk duam. Edhe pikrisht për këtë punë, ne natyra ka dalë programit, sistemimit që shqiptarët e shqiptarët t'i bashkohen kësaj parti, na bashkohen bashkë, se bashkimi ban fuqin. Që mos nollin, si ka noll në çdo momente tjera. Sepse qeverit shqiptare, kur e shohin momentin e gusht, bajnë panik. Krijojnë organizata, qesin terren njerëzit që janë të blejmë, njerëzit që e din shumë mirë se si noll situata, edhe ta bajnë kauza. Kauza do të thonë luftë civile. Se kur vriten njerëzit, kjo është luftë civile. Të bash një demonstrat pasore, është e ligjërishme në tanë botë. Por këtu demonstratat nisin e përfunojnë me vrame njerëzish. Të ka ndorë shteti. Është një shprehje e vjetër, që peshku, për mos me thonë në banale, ka probleme ka kryet, jo ka bishti. Çka do që të nollën tokën shqiptare, problemin e ka shteti. Çdo person që i noll një familje, një gjan, është kryetari i familjes, është baba, është prini. Është pasqyra e prinës, janë fëmija. Ne jemi pasqyra e këtij shteti. Na u desh me ik tash 30, 40, 50 vjet. Për fajt tyne, jo për fajt tanë. Se nëse do kishim punën, jetesën, ne kurrë nuk do ikshim nga ky lloj. Edhe na merr malli edhe sot me ardh. Jo mua, por tetanëve, por nuk na vllau e drejta, nuk na vlla drejtësia, edhe na larguan. Ke shumë shqiptarë që janë kthye, ka nis me punua, është dash me lan, edhe më u kthy prapa atje ku është kanë përpara. Është më kati Zotit. E një nga ata jam edhe. Por erdhi koha. Gjithçka ka i fillim, e gjithçka ka i marrim. Ty nuk ka ardhur koha. E kanë me ore me ditë. U ka ardhur momenti i fundit që ata do të shkojnë. Ansi, këta me këshyr me logjik, këta do të ishin ndërheqjet e tonë. Por këta ka një problem. Se as shumë janë zhyt, sa që nuk ka as lumë që i lao. Por lumi të mërë për para. Janë me sekonda, lumi që në ndet. E ndet janë peshqit, hanë peshqit. Ndet është balena, që i tretën se i tretën. Kjo është ta inteligenta, se ne për Evropë, ne për botë në ollin që shteti gabon, por largohet gradualisht kontual shotjerve, se gjithë shka ka i fillim, e gjithë shka ka i përfunim si ata që më përpara. Unë fjallën e fundit që i thëmë populli shqiptar, jena një forcë politike, jena njërës të përzilun, jena njërës të vujtun, jena njërës vizionar, jena njërës zemërbardh, edhe jena njërës që duum të ecim përpara në parametra botnore. Por ama, ata që kena për zemër, kë shtet dë bëhet nga ato shtetet e vogla evropiane, që janë më të mirat edhe në nivele botnore. Se e meriton kjo tokë, e meritojmë na, ma mi gjitha e meritojmë fëmija tanë. Duhet ju bajthiri përsëri mergjimtarve që të vinë, ta nërtojmë këtë vend. Bol e nërtume botën, bol e nërtume Evropën. Ju thomë edhe evropianve që jena shqiptar. U bome shpijet ju, po e bome edhe shpijet tona. Gjdo popull emigron, ma një periull të shkurtën. Por ama, këthe të shpija vetë, e nërton venin e vetë. Man tokat e veta, e man shtetin e vetë. Zgjuarsin, zhvillimin që e ka marrë si talent, e zhvillon e len trashëgimi fëmijëve vetë. Mos keni frikë populli shqiptar. Mos keni frikë se shpeti do shkojmë të zyrat tona. Ne me ju e ju me ne. Të jemi të bashkuar, Shqipnia e meriton. Ma Shqipnia me kufi natyror, jena ilirian, jena dardan. Të bashkuar do bëhet edhe Evropa në të mënyrë që thonë, po ku kien more këta? Ku kien që dejtash? Si na dullën për dur, se në Evropa na ka qitë shumë probleme.
na ka shkatrua, na ka do, por gjithmonë na jena ma të forcat atë se do t'i falim. Por ama, disa kushtet do t'ja vëm, disa zgjidhje do t'i bajmë, se na e dim se qa na kanë bon, e qa kanë thonë, e si e kene jetua edhe këto 30-40 vjetët e funit. Që ne jemi dhe vetë dishëm, por janë edhe shpirt gjanë. Por, e thom, e përseris prap, i ka ardhë pika e funit, që ne do t'a bajmë. O duhen, o s'duhen, jena rrugë po këthim. Falenderoj zoti sekretar. Faleminderit. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.